Kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli u kërkoi anëtarëve të Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin që të këshillohen me konstitucionalist për rastin e zëvendësimit të mandatit të Rudina Seserit dhe t'i përcjellin me shkrim rekomandimet e tyre. Në Këshill anëtarët debatuan në lidhje me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i dhënë mandatin kreut të listës së socialistëve në qarkun e Durrësit Gjon Bardhit, i cili tashmë është zgjedhur kryetar i Bashkisë së Fushkrujës. Sipas procesverbalit të mbledhjes, kreu i grupit kuvendor të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi e ka cilësuar mandatin e dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për deputetin Bardhi të pavlefshëm, duke akuzuar këtë institucion për shkelje të ligjit. Ndaj Ruçi kërkoi Kuvendit që të kthej pas shkresën e KQZ-s me argumentin se është në kundërshtim me kodin elektoral dhe kushtetutën. Mandati që i ka dhënë KQZ-ja është i pavlefshëm, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka shkelur 2 herë ligjin. Mandatin e parë ja ka dhënë KQZ-ja, edhe mandatin e dytë ja ka dhënë KQZ-ja. Kjo e fundit është në shkelje të ligjit edhe sikur ai të mos kishte zbatuar listën. Atë nuk e detyron asgjë ta bënte këtë deklaratë. Komisionin Qendror të Zgjedhjeve detyron ligji ta thërriste atë. Ne do t'i themi KQZ-s se ky vendim që kemi nxjerrë është i pavlefshëm, sipas nenit të kushtetutës, që thotë kur kandidati nuk e pranon mandatin dhe paraprakisht ka bërë shkresë. Kur ju i keni dhënë një mandat atij zotërie, edhe sikur ai të mos kishte bërë shkresë, ju duhet ta thërrisni dhe ta pyesni cilin mandat do të mbani zotëri, këtë apo atë tjetrin. Këtë duhet të bëj KQZ-ja. Nuk thot këtë. Në nen thuhet se mandati që është dhënë është në shkelje të plotë të kushtetutës dhe të kodit elektoral. Vendimi që ka nxjerrë KQZ-ja është në kundërshtim të plotë me kodin dhe kushtetutën. Në cilësinë e kryetares së Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, Topalli e ka sqaruar zotin Ruçi lidhur me procedurën që i takon Kuvendit të ndjek pas mbërritjes nga ana e KQZ-s së shkresës, ku përcaktohet dhe dhënia e mandatit të Gjon Bardhit si kandidat i listës shumë emërore të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit. Ajo e ka ftuar opozitën që duke ju referuar kushtetutës, mund ta dërgojë çështjen për interpretim vetëm në gjykatën kushtetuese, pasi një kompetencë e tillë nuk është në jurisdiksionin e Kuvendit. Zoti Ruçi thotë se ai nuk ka mandat. Në shkresën e KQZ-s me numër 35, datë 19/1/2012, thuhet: Bashkëlidhur po ju dërgojmë vendimin numër 2 të KQZ-s për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit kandidatit të radhës së listës shumë emërore të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit për plotësimin e vendit vakant, i njoftuar nga Kuvendi. Çfarë do të bëj unë? Problemi është se kushtetuta në nenin 71 gërma C thot: Kuvendi nuk e ka këtë të drejtë. Kur vërtetohet një nga kushtet e pasgjithshmërisë ose papajtueshmërisë së parashikuar në nenet 69 dhe 70, paragrafi 2 dhe 3, duhet i drejtohesh gjykatës kushtetuese, sepse unë nuk e kam kompetencën të bëj interpretimin. Ilir Usmali, ndërsa e ka cilësuar vendimin e marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Ligjshëm, ka argumentuar se opozitës i linte e drejta që brenda një muaji të ishte ankimuar në kolegjin zgjedhor për vendimin e marrë nga KQZ-ja. Vendimi i KQZ-s nuk është i paligjshëm. Është i ligjshëm dhe është në fuqi sepse ky vendim nga subjektet që e konsiderojnë atë të paligjshëm mund të ankimohet në kolegjin zgjedhor brenda një muaji. Për sa kohë që Partia Socialiste nuk e ka ankimuar brenda një muaji, do të thotë se është i ligjshëm dhe është në fuqi. Ne nuk mund ta kontestojmë dot vendimin me këtë rrugë që thot zoti Ruçi. Pas mos përputhjeve në mbledhje, Këshilli ra dakord që raporti me qëndrimet e 2 palëve për verifikimin e mandatit të deputetit Gjon Bardhi, i dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të kalojë në seancë plenare.